Duke qenë se jeni në pozita udhëhecë në shkollat e juaja dhe i përmende që merrni pjesë në trajnime të ndryshme, besoj që edhe Elita edhe Endra sa mundoheni që një uri që i përfitoni në ato trajnime t'i ndoni bashkë me klasën e juaj, se ju çdo fëmijë ka mundësinë që të shkojë në trajnime të tilla. Duke qenë se tash jeni në klasën e 9 dhe besoj që keni ndonjë shok apo shoqe i cili ndoshta nuk është në nivelin tuaj ta quajnë sepse ju po trajnoheni dhe ai nuk po trajnohet. A tentoni ndonjëherë që t'ju ndihmoni atyre që të përfitojnë edhe ata një uri që i keni edhe ju? Elita? Patjetër që po, për shembull, më kujtohet në klasën e 6, nëse nuk jam gabim, pata marrë një trajnim fakt shtatën, ka qenë për grupin e ndërmjetësimit, po besoj janë prezente edhe në shkollën e 9, gjithashtu edhe në Endrës, ku gjatë atij trajnimi kemi qenë pjesë vetëm unë e disa nxënësa të tjerë, mirëpo domosdoshmërisht kemi mbetë veç na pjesë që atij grupi, mirëpo me kalimin e kohës kemi marrë edhe persona të tjerë për shkak se ne vazhdojmë për kësaj shkolle, tash edhe pse mi marrë në ato një uri me vete, kur mund ta nda edhe me të tjerët edhe me mbet ai grup funksional për shembull, edhe kur ne jemi jashtë shkollës, andaj po që përmend është një mundësi për e madhe për me marrë pjesë në për këto trajnime, mirë po gjithashtu do me pas edhe si cakt tonin që ato njëri jo mi mbajt veç mbyllur brenda vetës, mirë po me shfrytzu, mi përdor gjatë jetës përgjithshme në shkollë, që është për shembull grupin e ndërmjetësimit që ka për me gjithë probleme, mirë po pse jo me ndohet eksperiencë me të tjerë që momentin kur unë për shembull nuk jam në atë shkollë, ai grup ende me të funksional me po ata nxënës. A ke ndonjë pasardhës që po përgatitet ta zëvendin tënd? Kemi plot, jemi domethënë kena kanë atë procesin e trajnimit të disa nxënësave të tjerë, ku e kena kallëzu pak a shumë se çka kena bënë gjatë atij trajnimi, që shka shku puna, cilat janë ato parimet që do të më pas, domethënë një ndërmjetësues që për shembull ato paanshmëria që mos më marrë anën asnjënit, mirë po me qenë domethënë i drejtë, edhe po kemi pasardhës po presim me marrë detyrën tonë momentin kur ne largohemi. Indra? Pra, kryesisht bartja informacioneve në trajnime të ndryshme është shumë e rëndësishme, në mënyrë që të zhvillosh pjesë të ndryshme të shkollës, pra ti në qoftë se nuk i bart ato informacione, atëherë nuk do të ketë asnjë farë përmirësimi. Bartja, njohuria, dishmëria është një ndër gjërat më të rëndësishme, të cilat e bën që një shkollë të zhvillohet në aspekte, në perspektiva të ndryshme. Në qoftë se ti e shpërndon këtë njohuri që e ke, atëherë gjithkusht do të bëhet edhe më i njohshëm për gjërat që po ndodhin në shkollë në mënyrë që ata të përmirësohen apo të zhvillohet shkolla edhe më shumë. Për fjalën e pasardhësit, mendoj se ende jemi duke i zhvilluar disa nxënës, në të cilën besoj që ata e kanë potencialin, ata mundën që të arrijnë këtë pjesën e udhëheqjes, të cilat mund të bëjnë zgjedhje të mira e kështu me radhë. Noa? Njohurit cilat i marrën e pe këtyre trajnimeve, unë personalisht kur kam shku për herë të parë në asambli, unë nuk e kam ditë, nuk kam pas shumë informacione se çka bën asamblia, me çka mirret shumë asamblia, kam pasur vetëm pak njohurit cilat kam mujt mi gjetë në pjesën elektronike, domethënë rrjetet sociale, rreth asamblisë, edhe pak me ato pak informacione kam qenë për herë të parë në asambli. Edhe kjo më ka inkuraju mu që unë në shkollë tame mbajt prezantimet ndryshme, projektet ndryshme, edhe çdo herë me pas si temë diskutive, trajnimet e mia cilat i mbaj, pjesën edhe aktivitetet e mia që unë i mbaj, ku unë marr pjesë. Si që janë asambleja. Fillimisht shkolla jem nuk ka qenë shumë e njohur me pjesën e asamblejës, se çka bën asambleja, dhe shkolla jem tash pothuajse 1% shumë e madhe e din rolin e asamblejës, edhe të drejtat e tyre, edhe se si mbrohen të drejtat e tyre dhe nga rrjedhin ato. Duke filluar edhe nga trajnimet e ndryshme, ku ne kemi mbajtur edhe trajnime në shkollë, ato trajnime zakonisht janë të ndara në grupe të ndryshme. Duke filluar se në shkollën tonë kemi shumë grupe, siç janë grupi i sportit, grupi i muzikës, dhe grupet e shkencave. Çdo nxënës bën pjesë me një grup. Te ato grupe ata kanë një udhëheqës ku ata në bazë të atyre grupeve ata ndahen në detyrat e tyre dhe në rolet e tyre që procesi mësimor të bëhet edhe atraktiv në anën tjetër. Kjo është bartja informacioneve e cila bëhet, ku edhe ata bartin informacione nga njëri tjetri përmes grupeve edhe përvojat të tyre cilat ata i përjetojnë në shkollë. E përmende asamblina, ke tentuar ndonjëherë në formë praktike që nxënësve t'ju japësh informacione rreth asamblesë. Ta improvizoni një asambli brenda klasës. A ke provuar në një formë të tillë? Po, vetë se kemi një lloj themi jemi sidomos ne udhëheqja e klasës, ne kemi një bashkëpunim shumë të ngushtë me kujdestarën e klasës, ku ne çdo sene marrim formë, shumë bojmë batuta mes njëri tjetrit, edhe i marrim gjitha gjanat në formë
shumë të lehtë, nuk është për shembull që jemi shumë gjykues ndaj njëri tjetrit dhe kjo na bën që të jemi një klasë më e ngushtë me njëri tjetrin, e sidomos ne si gjenerat. Domethënë kjo është lloja asambleje që ne e kemi kriju, ku ne japim shumë ndihme edhe ne shprehim kreativitetin ton në çdo lloj aspekti që ne mendojmë, mendimet tona, gjithashtu edhe kritikat i kemi nuk na merren në bazë të keqe, çdo kritike jona ose na shqyrtohet se pse është kritike gabuar ose dal në hapin tjetër se kjo kritik domethënë ti gjehet një zgjidhje. Nadia? Po, si organizoni kohën që të jeni nxënës të mira dhe si mund të merrni aktivitetet udhëheqëse. Filloj me Endrën. Pra, sigurisht që duhesh me pas një orar shumë të strukturuar në mënyrë që mi balancu të gjitha edhe udhëheqja, edhe vetë mësimet e kështu me radhë. Pra, duhesh me qenë edhe produktive gjatë tërë ditës, për shkak se vetë disiplina ty të formon si person si qe. Më së shumti, unë personalisht, sigurisht duhet me gjetë një balancim edhe pse merrem edhe me aktivitetet të ndryshme jashtë shkollore, ku vetë si me thonë një balancim, ndërmjet ti duhesh me gjetë jo me harxhu kohën e lirë në gjëra të kota, po ti duhesh vetë me improvizu një kohë, me organizu, me strukturu mirë dhe me pas një disiplinë në mënyrë që ti me arrit ose me arrit në pjesën më të lartë, me arrit me një potencial më të madh e kështu me radhë. Kështu që mendoj se strukturimi im, se unë si që bëj strukturimin, luan një rol shumë të madh në rolin që e këmë në tani, për shkak se vetë përvojat e mia, disiplina, potencialin që unë e kom posur dhe e kom zhvilluar edhe ma shumë, këto aktivitetet, zhvillimet si vetë person në perspektivat të ndryshme më kanë ndihmuar se unë të bëj më strukturuar, më organizuar në aspekte të ndryshme. Për te, Rita? E them të drejtën, për mu nuk është që kom pas edhe ashtë problemi balancu mësimet, mi po gjithashtu më merr edhe me aktivitetet, se janë gjëra që unë i bëj me shumë qejf dhe kam tepër dëshirë mu inkuadru edhe me marr pjesë domethënë në aktivitetet ndryshme, cilat ne i zhvillojna në shkollë. Që përmenda disa herë tash është për pozitën, domethënë momenti kur e kam marr pozitën, atëherë kam qenë pak më lirë se ka qenë klasa e 7 tani edhe në 8 ashtu e lirë, mirë po tash ka përfundimi i klasës 9 nuk po është që po kam edhe as shumë kohë që mu merr me aktivitete për shkak se e dim që po afrohet edhe teste, jo përgatitjet jo gjëra të tilla, andaj po e kam pak si mirë po me mbështetjen e duhur psikologëve të shkollës, gjithashtu edhe mësimdhënësve të mi, që gjithmonë kanë qenë domethënë tepër bashkëpunues, edhe më kanë mbështetur në çdo haptimin gjatë këtij rrugtimi të temin, kanë qenë domethënë tepër të mirë me mua, edhe andaj nuk është që kam pas as problem, mirë po tash kohëve të fundit pak po e gjej si sfidë. Jo. Unë personalisht jam person pak ma kurioz edhe kam dëshirë që me i ditë krejt gjanat që shkojnë, që me i provu gjanat edhe me i ditë ato ndjesinë se si është me provu gjanat të reja. Kjo do me thonë nuk ka qenë lloj sfide për mua, unë e kam pa ma shumë si gjë që unë e kam bo për qaf, unë e kam bo, do me thonë nuk e kam di obligim, unë e kam di thjesht një lloj kënaqësie, sidomos në pjesën e asamblesë, unë asambli nuk e shoh as pak ku na përveç përmbushjes detyrave, unë nuk e shoh që e kemi detyrueshme me marr pjesë në për aktivitete. Unë aty, na sidomos e kemi një raport shoqëror në ekstrem të mirë mes vete, edhe kalojmë shumë bukur, tu e marr parasysh se ka shumë nxënësa të ndryshme me karaktere të ndryshme, po gjithë kanë qëllimin e njëjtë për të drejtat e fëmijëve, improvizimin e drejtave të fëmijëve. Është vërtet një kënaqësi shumë e madhe që ti edhe me ndryshu mendime, për shembull me pas debate, kritika ndërmjet vete, është vërtet një ndjesi shumë e mirë. Unë për vete nuk e kam pas shumë problem për arsye sepse edhe gjatë procesit mësimor, sidomos gjatë zhvillimit të procesit mësimor tek shkolla dhe klasa jam, ne gjithmonë kemi aktivitete, domethënë e kemi një grup shoqëror goxha të mirë, edhe për këtë arsye e bojnë orën shumë atraktive dhe për këtë arsye nuk është se e kam marrë shumë problem për arsye se gjanat mësohen ma shumë në pjesën logjike dhe jo vetëm në pjesën teorike.